isha unë mbrama atje, ishte një nga këto protestat tipike të vetëvendosjes, pat lotësjellës, shumë pat lotësjellës. Mendoj ishte një proteste pa nevojshme, nga 2 anë, ka mund të protestohet më qetë, më ndryshe, por edhe s'ka pas fare nevoj të burgosët zoti Kurti, sepse ai gëzon imunitetin e deputetit për veprimet e tija, dhe ashtu si që deklarova mbam në këto televizionet e tona, është shkelje me 2 kome pushtetutës, kushdo që ka urdhëru që Albin Kurti zoti Kurti të burgoset, sepse po them edhe njerë kushtetuta ja garanton deputetit që shlirshum të veproj në kuvend, pra gëzon imunitetin për veprimet e tija në kuvend, që t'një po flasëm. Po t'ishte një arrest për hajni, atër është çështje tjetër. Po nuk ishte për hajni, ishte për një veprim tash në base jo i pranueshëm mirë, por megjithatë ishte një veprim apo një aktivitet politik që nuk ndodh shpesh, ndodh shumë rrallë, ne mund pajtohemi, mos pajtohemi, që thënë po flas për atë lotësjellësin e hudhur në kuvend, por nuk është e sankcionuar me ligj dhe po them edhe nërë deputeti e gëzon të drejtën. Për ato çfarë pranon kuvend. Mirë, policia po thotë që kam dashur ta pyesin zotin Kurti mbi, themi kështu, burimin e gazit lotësjellës. Ajo është qesharake, ajo është shumë qesharake, ai arsyetim është edhe aq naiv, është edhe aq pa lidhje që s'dua ta komentoj, po them kushdo që ka dhënë urdhën, unë nuk besoj se policia ka shku krye në vete, kushdo që ka dhënë urdhën duhet të jap një farë llogarie, sepse janë disa kufi. Protesta ishte begë e dhunshme, këto përvren nga numri i personave të lënduar, ka 15 veta total, 3 prej tyre janë më të lënduar rënd polic. Momenti kur u lirua zoti Kurti tha se kjo protestë në fakt është protestë kundër zajednicës dhe se do të vazhdohet të protestohet kundër zajednicës. Tash në fundi janë dalur 3 skenare të opozitës për ta bllokuar marrëveshjen, për ta anuluar marrëveshjen apo për ta shkarkuar qeverinë, që do të thotë automatikisht të zgjedhje të reja, pra është bllokimi i parlamentit, është protestat dhe peticioni. Si mendon ti këto veprime të opozitës, a mund që t'i arrijnë qëllimin? Parim lejo ta them edhe një diçka, unë nuk di kur janë lëndu këta policë, sepse kam qenë shumë afër policëve të ankohen. Nuk di. Atë që e kam pa atje, ka pas shumë lotësjellës, shpeshherë na unxhin të fryma. Domethënë unë isha aty ku ishin edhe gazetarët, nuk kam pa që ka pas disa gjeste shumë të pahishme nga disa të ri, e xhami, me ato kontinjerte e mbeturinave, i dhësqin e tjera, po nuk kam pa që, unë nuk kam pa. Tashti nuk po them se dikun tjetër nuk janë lëndu ata, por mendoj se edhe këto policia jonë duhet të jetë në këso raste duhet të jetë më transparente dhe zoti Skënder Hyseni duhet sillet ma me gentilitet. Ma me gentilitet, mos përdor truqe të udhbës këtë herë, të njugu që i përdor të uvran kaq policë, u bën të më thonë për të i treguar demonstratat më të dhunshme, sepse si ka hije. Po ashtu kjo çështja e burgosjes zotit Kurti duhet të sharohet. Kjo është shumë e rëndësi për mua, sepse çon mesazhe shumë të këqija për lirinë e deputetëve në kuvend. Pra, kush dha urdhër për tu arrestu zoti Kurti, duhet të sharohet kjo çështje, sepse po them edhe një herë kushtetuta ja garanton deputetit të drejtën për ta ushtruar. Tashti po them edhe njerë, janë disa gjeste atje në parlament që nuk janë të hishme, por ato duhet i dajmë nga... Kanë imunitet me fjalë tjetër. Po, për aktivitete politike. Për aktivitete politike. Sikur se zoti Kurti ta hudhtat lotësjellës pa ndonjë kauzë, atëherë sigurisht se
sigurisht se do të ishte një çështje tjetër, po gjithnjë po them për aktivitetet politike. Pa ta sqarojmë këtë, edhe punën e 15 policëve, unë isha pothuajse gjatë tërë kohës aty nuk kam pas, sepse ka pas aq shumë lehtësjellës që sinqerisht nuk ke mujt më afru. Ata kanë qenë me maska, tash në fillim fare mbase nuk e di, nuk e kam pat fillimin fare, unë flas nga ora 12 atje isha, pra në mes para 12, në ora 11 kam qenë atje. 10 minuta 11, në ora 23 po mendoj. Dhe nga ai moment unë nuk kam pas sepse ka qenë e pamundshme që ti ofrohesh policisë. Okej, po do më thonë unë pi referuam deklaratave nga ana e ÇKK-s për lëndime, por është po shihet që do më thonë ka qenë proteste dhunshme dhe në një farë mënyre edhe në gazetat e sotshme thuhet që kjo që ka ndodhur është një farë mbatje Një diçkari, këto gazetat e portalet, unë që po ja them qeverisë, mos i merrni si referencë sepse nuk janë serioze. Okej, po mendova që një nga shkrimet që i poshtë se kjo që ka ndodhur mbrëm është një fitore e vogël e opozitës, sepse në një farë mënyre me presionin e vetë nxiti që policia ta liron zotin Kurtin mas 3 orëve, edhe plus thuhet që është si një matje. Këtu nuk ka fituar kërkushish, këtu ka humb shteti i Kosovës, pra këta që po flitet që po flasin në emër të seriozitetit të shtetit, në emër të imazhit të shtetit, nuk burgoset deputeti edhe pikë. Për këto vepra, gjithnjë po them për aktivitetin e tij politik në kuvend, mund të rrahen ata. Ajo është hiç e hjeshme, por e kanë atë imunitet për kauzë. Për kauzën politike të cilën rendin në këtë rast e kemi zajednicën, çka diunë çka mund të ndodh nesër. Por ata nuk burgosen në burra. Përndryshe, sinqerisht, unë do t'ju këshilloja kapni teshat edhe ikni prej këtu sa më shpejt. Nëse burgoset deputeti për aktivitetet e tija politike, mund pajtohemi, mos pajtohemi është çështje tjetër. Po jo të burgoset dhe në mënyrën se si është burgos dhe arsyet t'jemi qartë. Po ti ndodhte edhe Hashim Thaqit më burgos kështu apo Isa Mustafës, unë do të reagoja ngjajshëm. Nuk kam se kam ndonjë simpati apo antipati ndaj zotit Kurti, po janë disa kufi brenda të cilave duhet të sillemi. Po, për më shumë, zoti Kurti deklaroi që në asnjë moment nuk ishte thënë, nuk ishte treguar asnjë dokument, asnjë urdhër, është shrill nga zyra në zyre. Ai tha se policia është bërë politike dhe politika policore. Kush do të jetë përgjegjësi për këtë? Po prandaj po them se dikush që do tipte urdhër, ai do të nënshkruante. Prandaj po them se është shumë e paqartë dhe në mënyrën e udhbës nuk mund të sillesh në demokraci. Atëherë po kthehemi në diktaturë, në kohën e sigurimit të Enverit, udhbës Rankovicit, edhe tani vjen gjysmë natës të merr në ty flajti me gryën tonë dhe me fëmijët e tu dhe se di ku të shojnë as ka të vojnë. Pra, këto do të ndalohen, të ndërpriten rrepsisht dhe dikush do t'ja përgjegjësi. Po, që nga vetë pushteti, për shembull, një deputet i LDK-s tha që është gabim kjo që ka ndodhur, duket ishte zoti Gashi. Po mendoj kushdo që flet me kokë esull, nuk e miraton një gjatë të tillë. Tash unë po them përsëri, a pajtona me hodhjen e lotësisë është këj çështje tjetër. A pajtona me gjujtjen e është çështje tjetër. A pajtohem me hedhjet grushtave në parlament është çështje tjetër. Po këto nuk bën të i gatrojmë. Gjithnjë po flem për kauzat politike, për aktivitet politik. Por sankcionet ju lutem. Mirë, si do të procesojnë gjërat tash tutje? Jo bëra pyetje edhe një herë për përsëritje, më thonë vetë opozita faktikisht po thotë që do të vazhdojnë me bllokimin e parlamentit, do të dalë edhe në protesta dhe do të vazhdojnë me peticionin. A do të kenë sukses, mos po si shet i tri këto aksione të opozitës, a janë legjitime, demokratike, edhe të arsyeshme, pa më parasysh se pajtoheshme të ajo, dhe e dyta, a do të arrijnë sukses që të tërhiqet në shkrimi respektivisht që të shkohet në zgjedhjet e jashtëzakonshme pra të shkarkohet kryeministri Mustafa. Ajo që ka ndodhur që nuk do duhej të ndodhte në rastin e Zajednicës është si më thonë është partiarizu, pra është bërë çështje partijake. Do duhet të ishte çështje kombëtare. Është fillu me hile, zoti Thaqi disa herë në parlament
ka deklaru se plani 6 pikë i Ban Ki-moonit, që kjo është pjellë e planit 6 pikë Ban Ki-moonit, ka vdek. Bile edhe me pompositet mediat e zotit Thaçi e jepshin me tituj të mëdhaj atje, si Epoka e Re, si RTK-ja, nuk kam kurfar interesi nga askush dhe po i përmendi me emra, jepnin tituj bombastik, mos e ndëgjoni Beogradin, dhe tash e kem zajednicën. Pra, është fillu me hile kjo. Po, që ke qenë një nga paktet që në prej fillimit e ke përmend që është një problem shumë i madh 6 pikë i Ban Ki-moonit. Po, është sepse në ka sjell këtu. Pra, gjithë këto negociatat janë bërë në bazë të 6 pikësh të Ban Ki-moonit, të cilin e inicoi Boris Tadiçi në atë letrën e famshme të 17 qershorit. Dhe aty shkruan atë letër, thotë, me kërkesat e zotit Tadiç, në realitet ekselencës së tij. Propozojmë këtë si rezultat i ndryshimeve në teren. Ju kujtohet ishin zgjedhjet e majit, zgjedhjet e Serbisë që u majtën këtu, flas vitin 2008, pastaj ishin ai vandalizmi në kufi që u bë, pra serbët e krijuan një realitet në Kosovë, përkundër faktit se rykeri ato i quante vandalizëm, ilegale, e tjera, pra njeri Ban Ki-moonit, sa i flente në emën Ban Ki-moonit dhe atje Ban Ki-moonit nga anën tjetër shkruan të praja dyftërsia apo poshtërsia e politikës së madhe, pa, e unë mikut. Dhe politika jonë është për arsye të pakuptimshme eci me këtë rrjedhje. Pra, ato për t'ja rikujtu shikuesve të, ato 6 pikëshat ishin dogana një, ishte gjyqësori, ishte policia, arsimi, pra shëndetësia janë një asi, ishte telekomunikacioni dhe ishte pronat dhe pasuria kishës. Pra, ne sot i kemi marrëveshjet për menaxhimin e kufive, doganave, kemi për gjyqësorin policinë. Vjet nëse ju kujtohet ai Marko Gjuriç, nëse s'gaboj, ai pati korrik pati deklaru se marrëveshja e radhës do të jetë marrëveshje për pronat dhe trashëgiminë e kishës. Po deri sot s'kemi ne, gjithnjë po duhet mu bazu në informatat që po rrjedhin, sepse ky negociim, ky dialog ka qenë shumë i mshefur, shumë jo transparent, deri sot nuk kemi diçka në atë drejtim, por e kemi të telekomunikacionit dhe si me thonë si qeshia mbitor të na doli zajednica. Mirë, drejton, për kësaj po kuptojnë që te je kundër zajednicës, respektivisht e përkrau kauzën e opozitës si të drejtë? Po, unë kam qenë njëri nga inicuesi i mocioneve kundër 6 pikëshit, sepse 6 pikëshi e ka te i kalu dokumentin Atisarit. Pra nuk është dokumenti Atisarit, është jashtë quajturi Atisari Plus. Nuk është se me çka janë marrë vesh pala kosovare me pala ndërkombëtare, është diçka e shtuar, po dhe sigurisht se si tillë unë jam kundër. Tash mos të futem në ato që banin BF këta antarë të delegacionit se dokumenti Atisarit është kompromisi i dhimbshëm apo më i dhimbshëm të cilin jemi detyruar ta bëjmë për shkak të shpalljes së pavarësisë. Dhe Atisari Plus na doli pas shpalljes së pavarësisë. Do me thonë, me këto marrëveshje është kalu ato vijat e kuqit që, siç po thu, u patën caktuar kishte me pakën Atisarit, ma shumë nuk shkohet. Jo. Dokumenti Atisarit nuk parashë pavarësinë e komunave. Thjesht. Mirë, po në këtë marrëveshje në fundit thuhet që të gjitha aktet e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do të kalojnë nëpërmjet gjykatës kushtetuese. Ata që e përkrajnë këtë, domethënë pushteti, qeveria, lavdrohen me këto dhe konsiderohen si fitore. Këto është një trik tekstit, interpretimit. Tash varësisht se çka do të interpretoj, sepse spari zajednica është një prodhim i një marrëveshje politike, marrëveshjet politike gjykata kushtetuese nuk i interpreton, do t'i refuzoj siç i ka refuzuar në fillim. Prandaj mos thirremi në këto gjëra, po të thirremi në ato që i kemi deri sot. Shikoni, nëse futemi në retrospektiv,
strategjia e Serbisë asgjë s'ka ndryshuar në Kosovë, që nga vitet 90-ta, flas 80-ta, të kthehemi në vitin 89-90 në Kroaci, është skenario i njëjtë. Atëherë Serb frigoheshin nga fashizmi kroat. Kujtohet ai Jovan Rashić, ka qenë një psikiatër me mjekër që bëri atë Partinë Demokratike Serbe. Ai atëherë kërkonte këtë bashkësinë e komunave serbe atje. Domthonë një farë garancie se do ta ruajnë autonominë e tyre. Po tash vitet 90-ta ke parasysh Serbia në Kroaci kishte udhën, kishte Kosovën, kishte armatën popullore, domethënë gjërat zhvilloheshin më shpejt se sa këtu. Ata krijuan tani shumë shpejt ato varkëshill, i krijuan ato varkëshillat nacional, krijuan atë farë mbrojtjen me ato barikadat me lisa e drujta, trungjeve, ha? Shpallën sa Ukraina, po jo, pastaj e shpallën zajednicën apo bashkësinë e komunave të kësaj farë Dalmacisë Veriore dhe Likës, të cilën pastaj avancuan në oblast autonom apo në rajon apo në zonë autonome serbe, të cilën më pastaj e bënën Republikën e Krajinës serbe. Pra, gjithë ky proces ishte shumë më shpejt atëherë se e kishin muskulin, e kishin armatën popullore të Jugosllavisë, si quhej atëherë, e kishin infrastrukturën rrugat në atje, kishin udhën, e kishin kosin. Domthonë, këto nuk i kanë këtu në Kosovë dhe i kanë më pak, si kemi tenkat e Serbisë këtu. Prandaj kanë adaptu këtë farë strategjinë e tyre për Kosovë. Zajednica nuk është problemi i Kosovës, se po i dëgjoj këtë papagajt e qeverisë, nuk është si asocioni i komunave kosovare, sepse asocioni i komunave kosovare është si një marrëveshje interne, nuk ka pas marrëveshje ndërkombëtare. Domthonë vetë faktin se ti ke shku, ke folë me Serbinë, nuk ka kur farë kuptimi ti ta krahasosh me asociacionin e komunave kosovare, sepse po them edhe njëra ka qenë si një marrëveshje pajtim ndërmjet komunave kosovare interne. Do me thonë kjo, ti mendon, apo mendimi të është që Veriu apo komunat sërbe, se tash nuk ka veç Veriu, janë 10 komuna, me formimin e asociacionit, veç në mënyrë më ngadalësuar, do ta përcjellen të njëjtën si që ndodhe ajo që ndodhe në Krajina apo Rosin, ku pa sukses në Bosnjë Hercegovinë. Shikoni, duhet të pajtohemi me diçka, po ta pranojmë një fakt se Ballkani nuk është ai që ishte vitet 90-ta, dakord. Pra nuk e kemi të njëjtën Serbi siç ishte. Por duhet ta kemi parasysh se Serbia nuk është pastruar me vetveten. Sidomos ndaj Kosovës, edhe më tutje ekziston racizmi serb ndaj shihet është ashtiqare që duket, merri këto filmat ta zëm, kulturë, filmat ku filmat artistik ku pasqyrohet shqiptari, është një film që më bëri përshtypje ajo për të drejtat e gejve, si është ajo Gay Parada, po. Një film ku do duhet të ishte politikisht korrekt, ai karakteri i cili shqiptarin e paraqet është i shkurt, i shëmtuar, që i dhunon kafsht. Domethënë, ai stereotipi o vëlla si është ajo me sharr në krah, vjesha famshme e Mekulit. Po. Domethënë, edhe më tutje është një qasje ndaj shqiptar, raciste ndaj shqiptar. Pastaj qasja e shtetit sërb ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar, që domethënë se Kosova në skenën politike serbe gjithmonë do të sjell vota. Dhe duke pas parasysh pra Dačićin, shiha këto deklaratat që i jep, Toma Nikolićin, Vučićin, pra këta aktorë janë kryesor të skenës politike serbe, dhe të tjerët do të keqpërdorin në maksimum për interesat e tyre, edhe për interesat e tyre politike, por edhe për interesat e shtetit serb. Prandaj Zajednica
po them si një njeri apartijak, është armiku kryesor i Republikës Kosovës. Tash kush e don Republikën, se po i dëgjoj disa që flasin për institucionalizëm, i akuzojnë të tjerë se nuk e pranojnë shtetin e Kosovës. Të flet dikush për Republikën e Kosovës, në anën tjetër ta relativizoj rrezikun potencial që e ka zajednica, është hipokrizi. Okej, po mirë, drejton, ata që janë pro zajednicës deklarojnë që në farë mënyrë serbët e Veriut me 16 vite rezistencë e merituan këto, pasi që ne nuk ditëm edhe nuk mujtëm të integrojmë. Edhe në anën tjetër thuhet që me këtë marrëveshje për herë të parë po Veriu nuk është më pikë e zezë, po integrohet brenda sistemit. Okej, po merr shumë autonomi, por tash parët ka me shku në brenda Prishtinës, ishte vizita e ministrit parë zyrtar në Leposavić që ka ndonë ndonjëherë. Si i komenton ti, pra, si ndryshe të integrohet Veriu duke ditur që serbët po lypin diçka, pra? Po shiko, këtu është paniku i qeverisë. Unë atë që e thash se nuk është dash të bëhet çështje partijake. Zajednica është më e madhe se Hashim Thaçi, se Dritan Tali, se Isa Mustafa, se Ramush Haradinaj, se Albin Kurti, se kushdo tjetër. Pra nuk është dash të bëhet si e tillë, dhe është bërë. Dhe tash i kemi disa papagajt qeverisë që flasin budallallëqe, bile disa po thonë çka duhet të më pegoj mu liria sërbe, liria tjetër. Duhet të integrojmë sërbë, po si të integrojmë burr? Unë kam një këshill apo një ide, dhe shpesh e them me cinizëm në këto rrjetet sociale, unë kam një ide se si të na pranoj Serbia dhe serbët. Hajde po ju bashkohemi Serbisë. Pa, bëjmë Kosovën pjesë të Serbisë, unë jam shumë i bindur që serbët krejt do të integrohen në Kosovë. Bile do të vinë shumë prej Serbisë, do të na vinë tenkat këtu e tjera, pra do të jetojmë në vllazërim, bashkim, siç jetoshim dikur bukur, aq mirë me serbët. Këto janë budallallëqe. Këto janë tentime që ta relativizojnë një rrezik potencial shumë të madh që i kanoset e Republikës së Kosovës. Pra, ti të mundohesh të arsyetosh zajednicën me integrimin e Veriut, e që de facto po e dezintegron krejt Kosovën, domethënë shumë ke mujt me shti në kontroll Veriun, tash del prej kontrollit edhe Graçanica, edhe Parteshi, edhe Klokoti, edhe gjitha këto komunat e vogla, apo ai budallallëku i zotit Isa Mustafa, që me njëherë të nesër më ndeshti të arsyetoj me të drejta, dhe ku në një farë mënyrë aludonte se ne duhet i kuptojmë sërbë, sepse kemi hjek, duhet të dim se çka është, mos me pas të drejtë mu shkollun gjuhën shqipe, në gjuhën amtare, se po tentoj ta citoj në original atë budallallëk të kryeministrit. Në një farë mënyrë e krahasonte situatën e serbëve të sodit me të shqiptarëve të vitit 90, pra kur jetonim në apartheidin e Miloševićit. Kam dëgjuar që po i thot vetit intelektual Recep Hoxhit, duke thonë se pse mund të më pengoj liria e tjetërkujt. Tash po të pyetja se kush i paska dhënë serbët? Sa ashtu po thotë edhe Beogradi. Sepse PDK-ja veç 2 vjet ka qenë, apo 3 vjet në pushtet. Gjithmonë, pra, pushteti i dhunon njerëz. PDK-ja gjithmonë ka qenë në pushtet. Që nga 2002, nuk ka qenë në pushtet 2004-2007. Pra, nëse Recep Hoxhi i PDK-s deklaron kështu një zëvendës ministër, deklaron me kështu krekose se s'duhet mund të më pengoj liria tjetrit, atëherë kush i dhunoi ata? Partia jote pas ka dhunu. Aja ka zonë në mënyrë drejt për drejt zotin Thaçi. Zoti Thaçi ishte kryetari i Partisë Demokratike. Pra këto budallallëqe është më mirë me i ndalu këta papagajt e qeverisë, sepse vetëm se po i japin më shumë alibi, apo po e vërtetojnë atë që propaganda serbe është të thonë. Po, mirë vetëm Kosovës, mbledhja profesor të Kosovës, gjithnjë në aspektin legjislativ, janë të favorizuar këta papagaj, këta intelektual, du të dinë. Janë të favorizuar, bile ne e kemi, për mos të thënë favorizuar, e kemi shpik një term, një shprehje korrekte, kështu politikisht korrekte, i thejmë, janë të diskriminuar pozitivisht. Pra, me ligj, sërbët kanë
të gjitha të drejta, tash pse nuk realizohen ato, po unë jam ik prej Kosovës ose ku më gjetë punë këto, si shqiptar. Tash ti, çfarë them unë? Sepse kam pas një farë aktiviteti ku i kam prek interesat e shumë hajnave dhe ata më kanë kështu hakmar. Po tash, a do të bëjnë këtë çështje politike se shqiptarët nuk gëzojnë këtu drejta? Se Kosova nuk është demokratike. Po, sinqerisht, apeloj të këta mënyrë miqësore, nani këto budallallëqe. Mirë, Dritan, shkurtë. Nuk është nuk është, po i dëgjoj disa analistë që shiten për liberal, akuzojnë lidhje pa lidhje. Kosova, Republika Kosovës ka shumë probleme. Po mos harrojnë se këtu ka edhe deri në 2008 ishte e administruar nga UNMIK-u. Sërt UNMIK-un e akuzojnë se po i bëjnë dhunë. Pra, ke parasysh, edhe shqiptarët. Dhe që onë këta papagajton flasin për lirin e sërbëve, për demokracinë e sërbëve. Unë asnjë sërb nuk më mja hek prej kokës krimet që i kanë bë ata. Që ka kompleksin e kriminalit, nuk është faja më burë. Mirë, Dritan, se në fund terminit, tash si është parashikimi se si do të shkojnë gjërat, veç shkurta, do me thonë, këto e kom fjallën për skenën tonë politike, por në relacion me marrëdhëniet me Serbinë, për shembull sonte zoti Mustafa takot me zotin Vučić në Bruksel, hajnë darë kjo formale, i shërben Mogherini, thuhet që Vučići ka deklaruar ditë më parë se është një shtik mas shpinë e mënyra se si Unioni Evropian dëshiron të hapë bisedimet, kapitullin 35, ku de facto de jure po kërkohet njohja e pavarësisë së Kosovës. Edhe po ashtu kisha dashur mund të lidhet edhe me... Prej çka i bën kauzë Serbia? Spari Serbia prej 99-s këtu nuk është. Pastaj Serbia ka bërë gjenocid këtu. Ka shkatru jetën e njerëzve, pasurinë e njerëzve. Këto si përmend hiç. Shish ka thotë ti, thik mbas shpine se duhet ne ta njohim Kosovë, po Kosova nuk e ken dorojbu, o ti dost. Pra, Serbia bën kauza prej kur gjohit hiç, këta tonë futën në lojën e tyre. Po, ka herë të bën mu prej, ka herë normal këta njerëz ajo. Me çfarë përgatitje shkojnë? A shkon Isa Mustafa hala me kokë të viteve 80 në Beograd, tutet prej aty. Se kam qartë më atë njeri. Kryeministri mu qu me shkrut nesërmen me bë paralele me pozitën e sërve të sodit me shqiptarëve të 90, po kjo është çmenduri o burr. Apo shkojnë këta kur po shkojnë atje me fol si të barabart, a po shkojnë si katunar si maloq të Kosovës e ata si Beograđan atje. Shqiptari i Serbi që ishte këtu në ere. Po shkojnë pra, ajo nga ky perspektiv, ka kjo perspektiv të folë me ata, apo janë si të barabartë edhe kanë zorin e Kosovës. Po në të folin Serbia që dojnë për vete, o burë. Po mirë, po Dritan, si mos gjithë kjo çështje? A me shku në përshiet, ky parlamenti është i bllokum, a të shkohet zgjedhje të jashtëzakonshme, dikush për me referendumin të vetëm qytetarët, a janë për apo kundër? S'kemi listë sepse unë jam i bidhur po të shkohej në referendum, askush nuk do ta pranonte apo shumica nuk do ta pranonin këtë zajednicë sepse secili kosovar që s'ka interesa, flet shlishëm që flet ka i kanë zemra, është kundër zajednicës. Sepse është, shiko, ta them edhe një gjë se po i di disa që e krahasojnë me rregullimin e Zvicrës, që është nonsens. Sepse këtë bëjë shmen një Serbi e cila ende nuk është pastru me vetë vetën. Të shti, qëfar do të bëjë unë këtu? Kam problemin e korupcionit, kam problemin potencial të radikalizmit fetar, kam papunësin, kam 1100 problemet mija, dhe unë tash du të pres Serbia mu demokratizu, për ajo, kjo është mishtik, thërë, komës shnoshëm se kam të qartë. Unë se di, po i dëgjej edhe disa që thonë se kjo është kompromis. Spjegoni bura dikush se shka bëri, qëfar kompromisi bëri Serbia që e murë zajednicën. Unë të që thash nuk po shka hupi Serbia? Qëfar kompromisi bëri?
e tjera. Unë mendoj se kjo çështje duhet të bisedohet shtruar mes partive politike, se është çështje politike, sidomos këtyre që janë në kuvend parlamentare dhe të dilet jashtë alkurës, siç thohet, të shifet interesi i Kosovës afatgjat, jo intereset individuale apo partijake, dhe unë e di që zgjidhja do të gjendet, po nëse barikadohen në këto kufit të cilët sa di janë, unë nuk po shoh zgjidhje imediate. Po mirë, do me thonë, apo parashikon që kush do të tërhiqet, opozita apo pozita, sepse po shohim që kjo po s'ka edhe pyetja nuk duhet të parashtrohet kështu, s'ka mu tërheq këto. Mos ta paraqesim si humbje për fitore dikujt. Kemë të bëjmë me një interes të Kosovës, Republikës Kosovës. Dhe nisemi nga ky fakt, t'i lënë këto kush po tërhiqet, kush po lëshon pe, kush e ka pas gabim, kush e ka, t'i lënë këto fer krekosjet individuale. Po mirë, po për shembull opozita po thotë që nuk është gjendje normale pa u anuluar në shkrimet në Bruksel. Nuk po pranon asgjë. Në anën tjetër edhe zoti Veseli, kryetari i parlamentit, që në farë mënyrë me këtë situatë materi është bën një farë lloj ylli i ri i skenës sonë politike, e organizoi një konferencë ditë më parë ku i ftoi të gjithë, nuk morën pjesë. Duket i ftoi edhe zonja Ativeti Jojaga. Ata, domethënë, të dyja palët, megjithëse unë e pajtona me ty që në këtë rast duhet kishte palë, po është fakt që po ekzistojnë të dyja palët, janë barikaduar në qëndrimet e veta, edhe ditës to po eskalojnë, dje me protesta, javën e kaluar me gaz lëcec parlament. Shiko, ne e patëm një farë marrëveshje ndërkombëtare që quhej dokumenti Ahtisaari apo marrëveshja Ahtisaari, dhe nuk u respektua, çka boni vaki. Ai boni vakin e kujt diçka, se po e shoh që shpesh po e rrisin këtë nuk bën marrëveshja, duhet të respektohet. Marrëveshja Ahtisaarit nuk është respektuar. Pik. Çka boni vakia? Ndryshojnë në sente ne. Prandaj kjo farë abandonimi i marrëveshjeve është diçka që ka ndodhur përpara. Po them edhe ne tulën dhe le dalin jashtë alkurës tyre, jashtë interesave të veta, dhe ashtu Isa Mustafa është politika në mosh, që mund me dhonë tërheqje kiameti zbohet, mund të zavendzoj dikush nga partija ti, por tullën dhe të flasin shtruar. Okej, drejton se jena në fund, jo vetëm terminit për intervjist, po në fund të emisionit, falenderit shumë për ndryshe dëshiroj qëndrim të këndshëm këtyre dy vend Prishtinë. Faleminderit, është kënaqësi që Nësa herën tjetër vjen na fol për tema më londineze, kështu. Okej, faleminderit. Ishim me Driton Talin, ish deputet i Parlamentit të Kosovës, me cilën biseduam për zhvillimet e fundit politike.